Në kishën katolike të shenjtëve Pjetri dhe Pali në Lushnjë, këtë të enjte është mbajtur një mesh për shpirtjeje për nder të Papa Franceskut. Meshën e drejtoi Don Pavlini, i cili theksoi se ndarja nga jeta e përkohshme dhe kalimi në jetën e përhershme të Papa Franceskut ndodhi një ditë pas festimit të Pashkëve dhe Zoti e thirrri që t'i bashkohej. Zoti e ka thirrë tek vetja, pra që t'jetoj pasi ka jetuar Pashkët me to, që t'jetoj Pashkën në plotësinë e tyre në qiell, pranë Zotit, të cilin aq shumë e ka dashur dhe që gjithë jetën i ka shërbyer. Andaj edhe ne si bashkësi e krishterë, si familji, edhe pse një bashkësi e vogël, kemi dëshirë që t'i bashkohemi mbar kishës në lutje për shpirtin e Papës tonë, në mënyrë që vërtet Zoti ta pranojë në mëshirën e vet, në mbretërinë e vet të paqes e të dashurisë. Ndërkohë besimtarët e shumtë që morën pjesë në këtë mesh ndezën qërinj pranë portretit të Papa Franceskut dhe u lutën për të. Na ka ardhur shumë keq për vdekjen e Papës, se ishte një nga papët, nuk di si ta them, unë kam 33 vjet në Itali, kam njohur edhe Papa Wojtilën, ja. Po ishte një nga papët çdo të diel në meshën e të dielave, fliste, mesha ishte pothuajse vetëm për të varfrit edhe të sëmurët, sidomos për fëmijët edhe për bullizmin. Ishte një nga papët që luftoi bullizmin, si ta them tjetër me fjalë më të përshtatshme, me fjalë për fëmijët që bullizoheshin nga të tjerët ose për fukarejnë të gjithë, ishte në mbrojtje sidomos edhe të sëmurëve. Edhe na ka ardhur shumë keq, unë kisha pak kohë pa ardhur në kishë, me njoftimin që më bëri Don Paulini dje, nuk mund të rria dot pa ardhur për vdekjen e Papës. Po të kisha qelluar në Itali, do kisha vajtur patjetër në Rom, t'i bëja një omazh Papës, Papa Franceskut. Ne si të krishterë, jemi së duke lutur për shpirtin e tij, dhe për gjithë popujt të krishterë në botë, që të kenë pasja dhe të lutën për shpirtin e tij.